Një ditë, një burr erdhi te I dërguari I Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe me përullësi tha: "Allimni shay'an wala tukthir alayya la'alli a'ihi." O I dërguari I Allahut, më këshillo me diçka, por mos më thuj shumë që ta mbaj mend. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjegj veç me këto pak fjalë dhe I tha: La taghdab, mos u hidhëra. Ky burri, I cili ja bëri këtë pyetje, nuk ju duk mjaftueshme, e përsëriti disa herë kërkesën e tij. Në çdo herë I dërguari I Allahut I tha: La taghdab, mos u hidhëra, la taghdab, mos u hidhëra. Vëllezër dhe motra, sa e thellë është kjo këshill. Në këtë lutje me pak fjalë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përmbledh krejt urtësinë e kësaj bote dhe shpëtimin e botës tjetër. Çka do thotë kjo? Sepse zemrimi, tha mos u hidhëro, zemrimi është një ndjenjë që Zoti e ka vendosur në natyrën tonë. Është një zjarr zemrimi që ndizet në zemër, që ta vlon gjakun e ta errëson mendjen. Por, njeriu I mençur është ai që e kontrollon zjarrin, jo që ai digjet prej tij. Zemrimi mundet me qenë I lavdrueshëm kur njeriu qohet për me mbrojt të vërtetën, fen ose të pafajshmin. Por kur zemrimi na shtyn me fol keq, me e lëndu dika, me I prish marrëdhëniet ose me bë padrejtësi, atëherë ai kthehet zemrimi një armik I brendshëm që na djeg jetën e shpirtin. Dietarët kanë thonë kështu. Ndoshta ai burr që kërkoi këshillën prej profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte njeri që zemrohej lehtë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si tha tjetër atij, përveç kësaj këshille, mos u hidhëro, mos u hidhëro, mos u hidhëro, sepse ajo ishte çelësi I shpëtimit të tij. Në të vërtetë, është çelësi I shpëtimit secilit prej nesh. Mos u hidhëro. Mos u hidhëro do me thonë, mos u fut në situata që ta nxisin zemrimin, provokimin. Mos u hidhëro do thotë mos I lën ndjenjat me dverbu, me qërru. Mos u hidhëro do me thotë mos vepro sipas urdhrit të zemrimit. Mos u hidhëro do me thonë sepse një çast zemrimi mundesh në një çast, moment zemrimi mundesh me thonë një fjalë që ta shkatron zemrën, që ta shkatron një miqësi, madje edhe një jetë të tanë. Sa shumë prind janë pendu për fjalët që I thanë në zemrim ndaj fëmijëve tyne, edhe kundërta. Sa shumë bashkëshort janë nda për shkak të një momenti zemrimi pa nevojshëm. Sa shumë vllazën s'janë pa ma kur veç pse s'mujtën me ndal në atë çast zemrimin. Prandaj, vllazni dhe motra, kur ta ndini zemrimin që po ngrihet brenda jush, kujtone fjalën e pejgamberit tuaj: mos u hidhëro. Mos u hidhëro. Mos u hidhëro. Merr frym thellë, hesht. Largoju pak. Merr abdes. Kujto Allahun e do ta shohësh si zemra qetësohet dhe të pushon. Në fund, mos harro, ai që kontrollon zemrimin e fiton dashninë e Allahut. Edhe një herë, ai që kontrollon zemrimin e fiton dashninë e Allahut, e fiton qetësinë e shpirtit dhe respektin e njerëzve. Në këto pak fjalë, mos u hidhëro, qëndron një jetë e tanë urtësie, paqeje e lumturie. Mos u hidhëro.